Mehdi Gashi prej kohësh vazhdon të sfidojë si vitet që mban mbi shpinë, ashtu edhe kushtet e motit. Por këdo që nuk e njeh, 58 vjeçarin e ka të vështirë ta besojë se ai prej 15 vitesh vazhdon me të njëjtin ritual, nga Lezhë Dashi me rrugën në këmbë drejt Shëngjinit, ku e pret një tjetër sfidë. Pasi ka përshkruar 7 kilometra rrugë, 58 vjeçari ka ende forcë për të bërë një zhytje në det, pavarësisht temperaturave të ulta. Por Mehdi Dashin kjo aventurë e rrezikshme është krejt normale. Kam hyrë për 58. E bani çdo ditë duke? Po thjesht çdo ditë. Vetëm kur kam shumë punë që s'kam mundësi. Sa po dolet nga deri, si ndjesh? Shumë mirë. Si me kanë qiell. Është një mënyrë mirë për të mbajtur trupin në formë? Po, është një mrekulli, edhe mu largu sa më shumë nga doktori. Sa kilometra në ditë mund të bëj? Unë bëj 10, 12, 15, 17, në varësi të punëve, se nuk kam vetëm këtë punë, kam edhe punën e shtetit, kam edhe punën time. Jo, dhe me thënë edhe në temperaturë minus, nuk keni probleme? Nuk e, absolutisht. Po kam vite që e bëj. Vi me tamën të ky vend se kam mundësi ku me lanë teshat. Në Shëngjin, 58 vjeçarin e njohin të gjithë ndërsa flasin me habi për atë çfarë ai bën prej gati 15 vitesh. E njihni Medin ju? Medin e njoh mund të ketë paktën 14 vjet që jo. Çdo ditë e bën këtë? E bën çdo ditë. Çdo ditë drejt plazhit vjen e lahet. Media lahet, unë lam në periudha të ndryshme, po Media bën për ditë. Është një mënyrë e mirë për të mbajtur. Kjo është shumë e mirë. Unë kam provuar, kam një vit e gjysmë se bëj crossfit këtu dhe e një vit shumë mirë.